5 vjet s'ka në Kosovë kur, edhe nuk ka pas drejt me i taku familjen e vetën. Edhe historia është e Nazmi Kadriut, që gjatë viteve 90-ta ka shku prej Kosovës për me punu punë sezonale në Zvicër atje, edhe i tregon peripetite e tij gjatë kësaj periudhe, edhe jetën e komplet Nazmiut e ka paraqit me një reportazh gazetarja zvicerane Tubga Ayaz. Edhe ka hi ngarën e ngushtë për me fitu çmimin kryesor të gazetarisë në Zvicër atje. Kjo e kallëzon një periudhë të viteve 90-ta kur shumë familje, kryesisht prej Kosovës, janë detyruar për me shku me punu në Zvicër larg familjeve tyne për shkak të situatës ekonomike, politike, sociale në Kosovë në vitet e 90-ta. Edhe ky kallëzon qysh 5 vjet s'ka në Kosovë kur, edhe nuk ka pas drejt me i taku familjen e vetën, edhe me i marrë atje për shkak të ligjit zviceran që punëtorëve sezonal ju ka pamundsu ribashkimin me familjet e tyne në Zvicër, ose më konë më të saktë në terminologji, s'kan pas drejt me i marrë dhe familjet e tyne ku kanë punu prej veneve tjera në shtetin zviceran. Edhe mas ne kjo e kallëzon një periudhë 5 vjeçare, qysh mas 5 vjet e ka arrit me fitu një leje qëndrim në Zvicër dhe me u taku me familjen e vet, e shpjegon historinë e shumë shqiptarëve, kosovarëve që kanë shku në Zvicër gjatë kësaj periudhe, dhe shumë e bukur si Bravo bre. Edhe ka i ngarë si teksti më i mirë ose reportazhi më i mirë